S'mund ta kufizosh fjalën e Perëndis. Për shkak të njohurisë tënde. Sepse ti nëse ke njohuri në fjalë, edhe ajo njohuri është edhe s'ka gjë tjetër. Jo, mos e kufizo fjalën e Perëndis. Apostulli Paul tha, nuk më intereson se kush e ndan ungjillin edhe se si e ndan ungjillin. Rëndësi ka, ungjilli ndahet. Ungjilli predikohet. Kur shikojmë ti që ndan ungjillin, bën veprat dhe Zoti e përdor në nivelin që ai ka vendosur ta përdori. Zoti nuk kufizohet të përdori ty. Ti kufizon veten tënde. Pse? Je duke pirë qumësht akoma. Kur vjen një ushqim i fortë, fillon edhe thua jo, këto nuk bën. Jo, këto nuk ndodhin. Pse nuk ndodhin? Pse bën fjalën e Perëndis të vdekur? Nuk është fjala e gjallë? Ku është fjala e gjallë? Ku do jetë fjala e gjallë? Nuk do jetë në zemrën tënde, nuk do jetë në gojën tënde, nuk do jetë në veprat e tua. Ku do jetë fjala e gjallë? Nuk të përket asnjë gjë ty, gjithçka është e Zotit.